12 prill. Në fund ti s'mund të humbasësh. Rojën e keni, shkoni dhe siguroni varrin si të dini. Mateo 27:65. Pas vdekjes dhe varrosjes së Jezusit në një varr që u mbyll me një gur të madh, farisejt erdhën te Pilati për të marrë leje që ta vulosnin gurin dhe ta ruanin varrin. Ata bën atë që kishin në dorë, por më kot. Ishte një përpjekje e kot atëherë, mbetet e kot sot dhe gjithmonë do t'jetë e tillë. Pavarësisht përpjekjeve të tyre, njerëzit nuk mund ta mbajnë dot Jezusin poshtë, ata s'mund ta mbajnë dot në varr. Nuk është e vështirë për ta kuptuar. Ai mund të dalë sepse nuk e detyruan të hynte brenda. Ai lejoi që ta përgojonin, ta ngacmonin, ta refuzonin, ta përçmonin, ta shtypnin dhe ta vrisnin. Unë e jap jetën time që ta marr përsëri. Askush nuk e merr nga unë, por e jap nga vetja ime. Unë kam pushtet ta lë dhe kam pushtet ta marr përsëri. Gjoni 10:17-18. Askush nuk mund ta mbante Jezusin poshtë, për shkak se askush nuk e rrëzoi. Ai u shtri vetë kur ishte gati. Kur duket se është varrosur përfundimisht, Jezusi po bën diçka të mahnitshme në errësirë. Mbretëria e Perëndis është si një njeri që hedh fare në dhe ditën dhe natën, ndërsa ai fle e çohet, fara mbi ne rritet, pa e ditur ai se si. Marku 4:26-27. Bota mendon se e ka hequr qafe Jezusin. Tani ai nuk është më pengesë, por Jezusi është duke punuar në vendet e errta. Nëse kokra e grurit e rënë në dhe nuk vdes, ajo mbetet e vetme, por po të vdes, jep shumë fryt. Gjoni 12:24. Ai lejoi që ta varrosnin. Askush nuk e merr jetën nga unë. Ai do të dalë nga varri me pushtet, kur dhe ku t'i pëlqej atij. Kam pushtet ta marr përsëri. Por Perëndia e ka ringjallur pasi e zgjidhi nga ankthjet e vdekjes, sepse nuk ishte e mundur që ai të mbahej nga vdekja. Vepra 2:24. Jezusi e ka priftërinë e tij sot sipas fuqisë së jetës së pashkatërueshme. Hebrejve 7:16. Për 20 shekuj bota ka provuar gjithçka, por më kot, ata s'mund ta fusin dot në varr. Ata s'mund ta mbajnë dot të mbyllur. Ata s'mund t'ja mbyllin dot gojën apo ta kufizojnë. Jezusi është i gjallë dhe plotësisht i lirë të shkojë dhe të vijë si t'i pëlqej. Besoj atij dhe shko me të pavarësisht çfarë ndodh. Në fund, ti s'mund të humbasësh.